Shkolla speciale 3 vjetore në Shkodër ka festuar këtë mërkur 30 vjetore në hapjes saj. Në këtë shkollë mësojnë ngjarje nxënës kundër vite. Nga kjo shkollë speciale ka dalë qindra nxënës. 30 vite nuk janë shumë, por nuk janë as pak, duke llogaritur që në këto 30 vite është bërë një punë jashtëzakonshëm me fëmijë me nevoja të veçanta, vështirësitë e tyre kanë qenë të mëdha. Faktikisht është më shumë se 30 vite, fillimet janë rreth 42 vite më parë në një klasë të vetme, por për kushtimi, puna e jashtëzakonshme bëri pastaj që të hapet shkolla speciale 30 vite më parë. Në këtë 30 vjetor kam shumë emocione, sepse më emocionon fakti që këtë prag e kanë kaluar shumë nxënës, me qindra nxënës. Dhe sot unë jam jashtëzakonisht e kënaqur kur shoh që një pjesë e tyre janë aktiv në shoqëri, marrin pjesë në aktivitete kulturore, sportive, punojnë dhe unë mendoj që kjo është historia e suksesit më e madhe e kësaj shkolle. Sot aktualisht kena rreth 60 nxënës, sepse në vite numri ka ardhur duke u ul, për arsye sepse një pjesë e mirë e fëmijëve, mas që marrin një suport në shkollën tonë, integrohen në shkolla normale, sepse tashmë ky është edhe qëllimi i shkollës. Ne eksperiencën që kena grumbulluar në vite, e kena kthyer në një suport për të gjithë shkollat e qytetit. Shkolla shpreson që në vitet e ardhshme të kthehet në një qendër burimore, e cila do jap mbështetje dhe suport për të gjithë nxënësit me nevoja të veçanta. Viola Paqrami u ka shërbyer për 25 vite fëmijë me aftësi ndryshe, teksa tregon kujtimet e saj. Kujtime shumë të mira, në të parë kujtime njerëzore për ballë tyre fëmijëve. Por pavarësisht se këta kanë këtë gjendje, unë personalisht jam mundu me dhënë maksimumin që t'i bëj një terapi të bukur muzikore këtyre fëmijëve. Nuk i kam da në asnjë moment të gjitha aktivitetet që ka bërë qendra kulturore e fëmijëve në gara të ndryshme për bilbila etj. Kam fitu 2 herë bilbilat me Çani Ballushitin edhe Savianën nga shkolla me aftësi të kufizuar. Kam fitu gjenion e 7 me Mariana Begun. Po nga këto, e kam marrë qysh 5 vjeçë, e kam qenë te qendra kulturore me festivale, me këngë etj. Gjithashtu në fillimet e para, këtu a kriju banda e parë muzikore me aftësi të kufizuar 7 vjet. Ky 30 vjetor erdhi si një festë për nxënësit, prindërit dhe mësuesit e kësaj shkolle.